Kërkoj ndjes për shqetësimin e di që do të thuash thotë është budallik, por kemi dëgjuar shumë herë se tani do të filloj lufta e tretë botërore shumë shpejt dhe na ka kap frika. Madje kam dëgjuar disa njerëz të cilët thonë se në Kur'an shkruhet se lufta e tretë botërore do zhvillohet pa armë zjarri. Të lutem dua një përgjigje nga kapur paniku, thotë është e vërtetë. Është tamam siç e ke thonë në fillim pyetjes. E ditë që do të thush që është budallik. E para është, ne nuk ndalojmë dot atë që është shkruar me not. E dyta është, filloj apo mbaroj, ne s'kemi gjë në dorë. E treta është, ne do të pyetemi për namazin. Ne do të pyetemi për haramin, për halalin. Kjo që thotë tu, po filloj e thotë dhe Kurani, ka filluar ku dëgjoni, po lufta e tretë do të bëhet pa armë, po do të bëhet me shpatë. Nuk ka kështu muhabete, çfarë, nuk ekzistojnë këto muhabete. Ka ca gjëra që flasin për kohët e fundit, po nuk thuhet lufta e tretë do të bëhet kështu, s'ekziston askund. Ky lloj termi, kështu që stresi zero. Kështu që ti që ke stres edhe panik për këtë punë, lidhu me numrin 222. Numri 222 është me uçu natën, në orën 2 të natës, me fal namaz natë, falja e orë namaz natë, natë për natë. Edhe do iki ankthi bashkë me panikun dhe me stresin, do ikin ke vrap lale, të bo vrap.